Komunitete nga qytete të ndryshme, por me një problematik të njëjtë, janë bërë bashkë sot përpara parlamentit në Tiranë. Banorët e rrjollit nga Shkodra dhe banorët e lagjes së Kalasit në qytetin e Durrësit protestojnë kundër dëbimit nga prona e tyre. Lexoj historinë e të parëve tonë nga rrjolli, kam lesh në një frazë shumë bukur dhe kam dashur me sjell sot këto. Në përballjen e lohes, ku kanë qenë pjesë rrjedhorët me serb, kur i ka kap generali serb, i ka rëbru, rrjedhorët i kanë thënë, s'kena gja bërë generalina në trojet tona. Edhe ne i thona sot, qeveris, Bashkimullës, Fatmir Shpellës, nuk ju kena gja bërë, jena në trojet tona. Ato as që janë konsultuar me asnjë nga banorët, dërgojnë informacione në mënyrë informale, duke dërguar njerëz që bëjnë shënjime të kuqe nëpër mure, gjë që realisht më përcjell panik, se duket sikur jemi kthyer në kohën e krishtërimit që vendosim ato kryqet nëpër mure dhe të shohim se vjen apo s'vjen e keqja te shtëpia jonë. Ne shtëpit i kemi në qendër të Durrësit, kur atje 1 metër katror, je vija parësh 3.000 euro metri katror. Të dashur miq të rrjollit, e disa ma kanë llogaritur mua shtëpi në qendër me 107.000 lek të vjetra metri katror. 22 raste, 18 herë fituan banorët e kombinatit. Unë uroj dhe kam ngulur që në fillim që edhe ju të shkonin në gjykat. Por edhe kjo rrugë që ju keni zgjedhur është rrugë shumë e mirë, protesta, për të treguar jo vetëm këtyre, po dhe gjithë shqiptarëve të tjerë. Është bollë, duhet të ngrihen dhe nuk është puna të ngrihen vetëm atëherë kur i vjen zjarri tek prona e vet. Të ngrihen edhe kur zjarr ndizet edhe tek të tjerat.